Parisin e njëjtë nga Universiteti Prishtinës, ku ai ka qenë student me gjitha jeta, një student që përtej angazhimit akademik ka bërë edhe angazhime të tjera në shoqëri civile për kauzat për të cilat ai vërtet beson. Kështu që jo veç rritja akademike, po edhe rritja e tij politike e ka bërë një djalë të kompletuar që çdo nan në Kosovë do të kishte pas dëshirë që ta kishte djalë. Unë për vete e njoh edhe nga universiteti, edhe nga partia dhe angazhimi jon i përbashkët që kemi bërë edhe për ngritjen e partisë edhe për mobilizimin e grave e të rive. Edhe mund të me thënë që është një djalë fantastik, edhe një djalë që premton shumë për cilin ka nevojë Kosova, për cilin ka nevojë rinia e këtij vendi, sepse bot kuptimi i tij, edhe angazhimi i tij sinqert që e bën me atë dhej dashuri, besoj që është vlerë e shtuar edhe e nevojshme për të gjithë ne, edhe për Kosovën tek e fundit. Unë ja uroj Parisit gjitha të mirat, ja uroj edhe një jetë po aq të këndshme private, edhe një jetë po aq të suksesshme politike, sepse kështu është një djalë i kompletuar edhe na bën të gjithëve të lumtur. Suksese Paris. Përshëndetje Libera, përshëndetje Paris Guri, unë jam Art Mërkoja, një shok edhe një bashkëpunëtor i Parisit, do është allone një dy fjallë me livdu Parisin se di që ka qef, po Parisi është një shok shumë i mirë, një bashkëpunëtor, edhe një njeri besnik, një aktivist që nuk është ndollë kur, edhe ka bo një punë të jashtëzakonshme me forumin rinor të lidhjes demokratike. Gjithashtu Paris, po ta qef edhe dy pyetje me t'i bo ty. Njëra është që më intereson mua dhe të rindëve tonë, se qysh ke mujt me jadoll pas asoj gjuhe paragjykuse me cilën një përbol ti dhe ke mbeti njëjti, dhe pyetja e dytë është që a ndon më shumë mua a peshkën. Opa! Tani! Kush është Peshku? Peshku është një bashkaktivist tjetër i jonë. Emrin e ka Peshku. Peshku mbi emrin. Se mbi emrin, po tash mos pëlqen me hangër shumë peshku. Jo, mbi emrin e ka Peshku është edhe ai bashkaktivist. Emocionuse ke shumë edhe hetë si prita dhe shumë po vjen i notis kanë të regu asë njone, i këm personat të afërt dytë. Mas pari po du me full pak për Jehunën. Jehuna është profesoreshe, kam pas profesoresh në universitet, edhe është njona prej arsyeve pse menoj edhe besoj që LDK-ja ka njerëz të mirë edhe LDK-ja ka kuadrë të përgatitura, ke shumë befasi edhe pak me ta pak si pa fjallë se hisë se prita. Okej. A të ti bëj pyetje, të ti përsëris se qysh ke mujt me ja dal pas asaj gjuhë paragjykuese me cilën një përball ti edhe ke mbet i njëjti. A e diskutum na pak më herët pjesën që atë bojmë përshtypje opinioni tjerve, të tregova që nuk më bëm përshtypje opinioni i të tjerve. A si atyra aty në parlament? Absolutisht jo. Unë kam qenë i ri e kam ditë arsyen